Po, unë mendoj se sinjale që gjithë perëndimi, jo vetëm Bashkimi Evropian, është i lodhur me kryeministrin Rama ka pafund. Dhe natyrisht që këto janë sinjale të tilla. Në Shtetet e Bashkuara kryeministri ka ndoshta 2 vite që nuk shkon në takime të nivelit të lartë atje, që kur plasi dosja McGonagall. Në Bashkimin Evropian përpiqet me lidhjet e tij, po edhe networku Soros i ka ardhur dita që t'i kufizohet influenca deri diku, pavarësisht se në Bashkimin Evropian është ende relativisht i fortë në krahasim me Amerikën. Kështu që në këtë aspekt është parë se si jo vetëm shpërdoron fondet, po edhe se çfarë ka ndodhur me Shqipërinë. Ka ikur koha kur Shqipëria ishte rrethuar me atë murin e padukshëm diplomatik nga ambasadat këtu dhe nga diplomat deri diku dhe të korruptuar që ishin më shumë si antar kabinetit qeverisë Rama se sa përfaqësues të vendeve të tyre. Ndaj ka një ndërgjegjësi më të madh në Bashkimin Evropian, institucionet europiane për atë çka ka ndodhur në Shqipëri gjithë këtë dekadën e fundit me përvetësimin e këtyre fondeve e tjerë. Në lidhje me atë që u diskutua që i parë, unë do doja të thoja këtë. Normale që qeveria shqiptare vetë edhe kërkon para pa pasur projekte, sepse që të kërkosh që të vesh të kërkosh projekte do duhet të kesh zhvillimin e vendit si prioritet. Në qoftë se nuk ke zhvillimin e vendit, po ke thjesht pasurimin e disa burokratëve, politikanëve që do t'i menaxhojnë këto fonde, do vesh të kërkosh fondet pa pasur ndonjë projekt specifik në mendje. Dhe kështu ka funksionuar qeveria shqiptare gjithë këto vite. Mjafton të marrin fondet me atë parimin e famshëm KÇK dhe më pas gjejnë projekte, shpikin projekte që t'i zbatojnë ato me kostot e jetë të lartë në mënyrë që të rritet edhe sasia parave të vjedhura. Kështu që te Bashkimi Evropian mendoj unë ka ardhur momenti që fondet që marrin që financohen nga taksapaguesit evropian tudhimsen se fundja nuk i kanë me tepri që t'i shpërdorojë qeveria shqiptare. Duhet ta ndajmë në 2 aspekte.